Të dielën e 8 marsit në Firencë të Italisë u mbajt manifestimi përkujtimor kushtrimi i lirisë, kushtuar sakrificës sublime të familjes Jashari. Organizatori i këtij manifestimi ishte Federata e Shoqatave Shqiptare në Itali bashkë me Shoqatën Adriatiku. Manifestimi përkujtimor bëri bashkë përfaqësues të institucioneve shtetërore të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Vendin ton në këtë manifestim përkujtimor e përfaqësonin zëvendës ministri i Kulturës Sedat Sulejmani dhe deputeti Adnan Azizi. Organizatori tha se ky manifestim shërben si urë lidhse mes Mërgatës dhe Adveut, duke dëshmuar se vlerat kombëtare jetojnë dhe fuqizohen kudo që ndodhen shqiptarët. Për ne shqiptarët e diasporës në Itali, kujtesa historike nuk është vetëm një detyrim moral. Ajo është edhe një mision institucional. Federata Kombëtare e Shoqatave Shqiptare në Itali, si organizëm përfaqësues i shoqatave shqiptare në Itali, mbetet e përkushtuar në ruajtjen e identitetit kombëtar, promovimin e vlerave tona historike dhe kulturore, forcimin e bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve tona. Në fjalimin e tij, i biri i komandantit legjendar Adem Jashari, Lulzim Jashari, bëri thirrje që shqiptarët në Itali, fëmijëve të tyre, t'ua lënë amanet gjuhën shqipe dhe se lufta e Kosovës kishte karakterin kombëtar. Lufta për Shqipërinë nuk ishte vetëm luftë e Kosovës. Ajo ishte luftë e gjithë kombit dhe kishte vetëm karakter kombëtar. Si e tillë përkujtohet sot dhe si e tillë do të përkujtohet përgjithmonë. Në pjesën kulturore të këtij manifestimi performuan artistë të shoqatave aktive shqiptare në Itali, por qershia mbi tort ishte programi i ansamblit shtetëror të këngëve dhe valleve popullore shqiptare nga Maqedonia e Veriut, të cilët me këngë valle nga repertuari i larmishëm mahnitën publikun e pranishëm në Firencë të Italisë. Federata e Shoqatave Shqiptare në Itali ndau edhe një mirënjohje për personalitete publike, të cilët me aktivitetet dhe veprat e tyre kanë promovuar shqiptarët jashtë kufive të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu mbajt edhe një ekspozit me fotografi me titull Prekazi, dashuri, dhimbje dhe krenari kombëtare, me autor të Sefer Aliçkaj. Ndryshe manifestimin përkujtimor kushtrimi i lirisë në Firencë të Italisë patën mundësi ta ndjekin shqiptarët kudo nëpër botë, pasi njëjti drejt për drejt u transmetua në faqen zyrtare të televizionit Koha në Facebook.